unë edhe ti, vazhdimisht mendojmë për llafet që i themi, a ki pa në rrjetet sociale, po flas për rinin, nëse do në me marrë vesh çfarë nivelit të kulturës, çfarë nivelit të edukatës, çfarë kujdesi për fjalët, çfarë kontrolli të fjalëve tona kemi, shifi rrjetet sociale. Shifi edhe postimet, edhe komentet. Edhe shef se niveli i komunikimit është aq i ulët, aq banal, aq jo normal, sa që është për të çudit. Edhe është për ta parashtru pyetjen, a thu vallë neve, kësi tërbije na për shpinë na japin, kësi edukate marrim nga shkollat tona, kësi edukate marrim prej xhamiave tona, banaliteti në fjalë që përdoren në rrjetet sociale është aq i madh, edhe aq i egër, sa që shështrisemi na themi, ka dolën këta djem, ka dolën këto vajza, kaq negativitet, kaq kuptim të gabum, kaq fjalë të pavend me thonë. E dikush ka mundësi me thonë hoqë, po laf është e s'ka gale. Nuk është e vërtet, të na muslimanët, edhe fjalët janë vepra. Edhe veprat janë vepra. Po edhe niyetet tona shpërblehen gjithashtu. Andaj, fjalën para se ta thuish mendoje, sepse nëse nuk e mendove sa duhet, e tha e pa e mendu, edhe bëre gabim, ka mundësi ai gabim me të kushtu jetë në këtë botë, ka mundësi me të kushtu xhennet në ahiret. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalit, amsik alejka hadha, tha rrudhe gojën tonë, rrudhe gjuhën tonë, kujdes për gjuhën tonë, kape gjuhën tonë me dorë, mos e lën të fole vetë, moje shtërngushëm gjuhën tonë, mos e lën me folë. Kjo është kuptimi amsik alejka hadha, kape gjuhën dhe mos e lë ajo të fole kur doje vetë, vetëm kur t'japsh leje ti me folë. Pse? Sepse që kjo gjuhë, e cila është prej organeve më të vogla apo gjymtyrëve më të vogla të njeriut, ka mundësi me ta sjell kobin, të keqen këtë botë edhe sherrin e madh në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallemu bi kalimatin min rida Allah. Ka mundësi njeriu ta thot një fjalë me të cilën e kënaq Allahu Dhul Jalal dhe e fiton xhennetin. Dhe në anën tjetër, ruba rajulin la yatakallemu bi kalimatin min sakhatillah, e ndodh që dikush me fol një fjalë me të cilën ai irnon Allahun, e bëhet sebeb që 70 vjet e poshtë me hinë në xhenem, Allahu na ruaj.